Sigurisht që ndikon, për shkak që do të rritet numri i grave në punësim, do të rritet niveli i punësimit, gjithashtu e lehtëson edhe grave që fëmijët mi çu në qerr dhe me pas ku milion fëmijët edhe me vazhdu me punësim. Në këtë aspekt, si shoqi civile dhe aktiviste për mbështetjen e grave dhe vajzave në komunën e Mitrovicës, planifikojmë të angazhohemi, të avokojmë dhe të lobojmë së bashku me komunën e Mitrovicës. Pengon gratë të punojnë dhe fëmijët të zhvillohen. Përfshirja e tyre në rrjetin publik garanton barazi dhe mbështetje për familjet. Transporti publik tani është një barierë kogja e madhe për gratë, për integrimin e grave në tregun e punës, siç e dim ato për shkak të kësaj mungese, qoftë edhe në qytet, në zonat periferike kanë problem për me u qas ma le deri te sektori privat, mirë po në fshatra kjo është dyfish një barierë më e madhe. Ne konsiderojmë që duhet patjetër qeveritë komunale, duhet me arrit me e zbut këtë çështje nëpërmjet subvencionimit.